Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama pritet nga Papa Leoni XIV si dhe nga sekretari i Shtetit të Vatikanit lutje për Shqipërinë edhe në Bazilikën e Zojës së Këshillit të Mirë. Ambasadori OSBE në Tiranë kërkon nga forcat politike të nisin menjëherë punën për reformën zgjedhore, të zgjidhen problemet e konstatuara nga ODIHR. Ngjarje tragjike në Itali, një familje shqiptare me 4 antar shuhet nga helmimi me monoksid karboni, shkaku bë një defekt në kaldaj. Rritet ndjeshëm numri i personave të sëmurë nga kanceri, çdo vit zbulohen 7.000 raste të reja, investime në onkologjik për përmirësimin e trajtimit. Njehemi gjërësisht me lajmet. Në ditën e dytë të vizitës në Vatikan, Kryeministri Rama është pritur nga Papa Leoni XIV. Rama bisedoi edhe me sekretarin e Shtetit të Vatikanit, me të cilin diskutoi mbi integrimin evropian si dhe për situatën në Ballkan. Më herët, Kryeministri Rama bëri edhe një lutje për Shqipërinë në Bazilikën e Zojës së Këshillit të Mirë. Papa Leoni XIV ka pritur në Pallatin Apostolik në Vatikan, Kryeministrin Edi Rama. Selia e shenjtë bëri me dije se pas takimit të shkurtër me Papa Leonin, kreu i qeverisë shqiptare zhvilloi një bisedë me sekretarin e Shtetit të Vatikanit, Imzot Paul Richard Gallagher, ku bisedimet u fokusuan në situatën e Ballkanit dhe rruga drejt integrimit të plotë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë takimit bëhet me dije se nuk munguan as diskutimet për marrëdhëniet ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Republikës së Shqipërisë, si dhe u trajtuan tema me interes të përbashkët, që lidhen me marrëdhëniet ndërmjet bashkësisë kishtare dhe asaj civile. Më herët gjatë ditës Rama u ndal në Genazano, në Bazilikën e famshme, ku gjendet shëmbëltyra e Zojës së Këshillit të Mirë, mbi një copë të shkëputur nga muri i Kishës së Shkodrës në vitin 1467. Në Bazilikën e Zojës së Këshillit të Mirë, e cila njihet dhe me emrin Regina di Albania, Rama bëri dhe lutjen e tij. O Mari, në ëmbël e Këshillit të Mirë, ka që dashur për bijtë e Shqipërisë atë dhe jashtë atë. Sot, po vim të ti, edhe një herë, da besojnë popullin tonë, familjet tona, rimin tonë. Ti, që je Zoja e Shkodrës dhe mbarë Shqipërisë, na utish në rrugën e së mirës, na jep dritë në dyshime dhe në ngushëllim në provën e jetës. Në mbrojtjen tënde kërkojmë strehë, o Virgjë e bekuar. Mbroje Shqipërinë, ndriço mendjet tona dhe na bëj të jemi gjithmonë besnik ndaj birit tënd, Jezusit. Në këtë vizitë, kryeministri shoqërohej edhe nga bashkëshortja e tij Linda Rama, si dhe djali i vogël Zao. Kryeministri Edi Rama e përmbylli udhëtimin e tij në Vatikan me një vizitë në vendvarrimin e Papa Franceskut, duke cilësuar si një mik i paharruar i popullit shqiptar, i cili gjithmonë dërgonte lutje dhe mesazhet e tij të miqësisë. Ambasadori OSBE në Tiranë, Michel Tarran, apeloi që të nisë sa më parë puna për reformën zgjedhore. Ai kërkoi që me ligjin e ri të jepet zgjidhje problematikave të konstatuara nga misioni ODIHR. Ligji elektoral shihet ende me skepticizëm nga aktorët ndërkombëtar. Ndaj kërkojnë bisedime për reformën zgjedhore. Në një tryezë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ambasadori i OSBE në Tiranë, Michel Tarran, i bëri thirrje palëve politike në kuvend që të nisin me punën për të adresuar të gjitha rekomandimet e ODIHR. Rekomandimet e ODIHR-it janë për të përmirësuar, të reformuar ligjin e zgjedhjeve. Edhe këtu mbështesim, edhe këtu bashkëpunojmë dhe sigurisht që enkurajojmë punën e Komisionit ad hoc, Komisionit për reformën e zgjedhjeve, që shpresojmë shpejt do të rifilloj punën e saj. Ndonë se theksoj se OSBE nuk përfshihet sa i përket debatit politik. Diplomati apeloi që mesazhi i tij t'i shkojë partive.
Mesazhin e Udirit e kam dëgjuar. Më duket që partitë politike të ndryshme, dhe sigurisht nuk thym në asnjë mënyrë në debatin politik e këtu jemi absolutisht neutralisht, nuk është roli ynë. Kryekomisioneri Lirian Celibashi sqaroi se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka propozuar më herët një sër rekomandimesh për kuvendin, si depolitizimi i administratës dhe komisionerëve, apo dhe lehtësimi i procesit të zgjedhjeve për qytetarët. Sali Berisha artikuloi këtë të njëjtat të njëjtat akuza ndaj gjyqtarëve të kushtetuesës, për të cilët tha se po zbatojnë urdhrat e Edi Ramës duke zvarritur çështjen Balluku. Ai u shpreh i bindur se mazhoranca do të votojë në parlament kundër kërkesës së SPAK për arrestimin e zëvendës kryeministres. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha sulmoi sërish gjykatën kushtetuese, e cila sipas tij po i nënshtrohet presioneve politike për çështjen e pezullimit numri 2 të qeverisë Belinda Balluku. Në një konferencë me gazetarët Berisha akuzoi me emër gjyqtarët kushtetues, të cilët sipas tij po shtyn vendimarrjen për zëvendës kryeministra. Imagjinoni një gjykatës që ikën si nga seanca e gjykimit. Ikën sepse i shkon mesazhi me video dhe fotot e Oltën Bistrit. Një turp njeri. Por e dinë se s'pson gjë, sepse është urdhri i Edi Ramës dhe Lumi Ballukut, siç është ai Ibrahimi. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha akuzoi trupin e gjyqtarëve të kushtetuesës se kanë shkelur çdo parim në këtë çështje. Pat shohun më turpshëm në historinë e drejtësisë shqiptare dhe botërore të gjykatës kushtetuese, se si njerëzit të vendosur nga kushtetuta në një nga pozicionet më të larta të shtetit, provojnë se janë të degraduar, të degjeruar në shkallë ekstreme në raport me ligjin dhe detyrën e tyre. Nga ana tjetër, Berisha deklaroi se kryeministri Edi Rama në parlament do të votojë kundër kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e Belinda Ballukut. Edi Rama nuk do pranoj kurrë të heq imunitetin e Lumi Ballukut. Dhe kjo vetëm sa i dorëzon në atë moment dhe imunitetin e tij. Gjykata kushtetuese dhe parlamenti kanë në dorë 2 masat e sigurisë që SPAK-u ka vendosur ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila po hetohet për akuzën e shpërdorimit të detyrës në disa tendera. Masa e parë e sigurisë, pezullim nga detyra për numrin 2 të qeverisë Balluku, është goditur në kushtetuese në fund të muajit nëntor nga kryeministri Edi Rama. Gjykata ka zhvilluar një seancë publike ku ka dëgjuar palët në 22 janar, por ende nuk ka një datë se kur do të marrë vendim. Ndërsa në parlament, prej datës 16 dhjetor ndodhet kërkesa e SPAK-ut për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Shqyrtimi i kësaj kërkese është pezulluar nga mazhoranca, e cila ka deklaruar se do të presë vendimin e kushtetuesës. Një tragjedi ka ndodhur mbrëmjen e së mërkurës në një qytet të Italisë. 4 anëtar të një familje shqiptare me origjinë nga Peqini, babai, nëna dhe 2 fëmijët kanë humbur jetën për shkak të një rrjedhjeje të gazit. Sipas autoriteteve, monoksidi i karbonit ka vepruar me shpejtësi duke shuar gjithë pjesëtarët e familjes. Sipas informacioneve të drejtanishme, ngjarja besohet se është shkaktuar nga një defekt i kaldajës në banesën e tyre. Ndërkohë, në gjendje kritike ndodhet një tjetër person. Bëhet fjalë për vëllain e kryefamiljarit, i cili mborriti në vend të ngjarje pasi familjarët nuk po i përgjigjeshin në telefon dhe u përpoq që t'i shpëtonte ata. Apeli i posaçëm la në fuqi masat për dosjen e Akshit. Në izolim shtëpiak do të vazhdojë të qëndrojë numri 1 i këtij institucioni, Mirlinda Karçanajs dhe zëvendësja e saj Hava Delibashi. Gjykata e apelit ka lënë të pandryshuara edhe masat për të pandehurit e tjerë. Ndërkaq, në kërkim policor është Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri. Dhjetra banor të Rjollit i kërkuan SPAK-ut të hetojë ndërtimin e resortit me pretendimin se u janë grabitur pronat në zonën bregdetare të Velipojës. Ata thanë se pavarësisht se po zhvillohen 2 gjyqe për këtë çështje, kompania vijon punimet në tokat e tyre. Banorët e fshatit Rjoll të Velipojës protestuan në SPAK kundër ndërtimit të resortit luksoz në zonën e tyre. Një zëri me pankarta në duar ata kërkuan drejtësi nga prokuroria e posaçme si i vetmi institucion tek i cili besojnë. Një prej protestuesve tha se disponon të gjithë dokumentacionin për të provuar se pronat janë të tyre. Për të njëjtën pronë jemi 2 persona.
Kemi 2 vërtetime pronësie, edhe unë, edhe ai. Unë e kam që në vitin 1935, me 7-7 vitit 1935 që do t'ja u tregoj, e kam këtu, dhe Fatmir Shpelza vjen 2019, cili është reali. Ne jemi fshatar që kemi shtëpiat dhe kemi 200 vjetë që jenë aty. Avokatin Due Pietra që i përfaqëson u shpreh se janë 2 procese gjyqësore që po zhvillohen paralel. Do lam një afat 3 ditor, nëse këta nuk do të marrin masat, sekustrimin e dosjes dhe pezullimin e punimeve, pas 3 ditëve gjithë këta do jenë këtu, po do jenë ndryshe, nuk do jenë më as si sot me paç. Do jenë me veprime të tjera, si s'bajnë një protestë normale, kur i merret prona jeta, sepse po të mori pronë ka marrë jetën. Da i Spagu, se Spagu ka përgjithësi. Nuk e ka përgjithësi në Shkodra, po Spagu një heq vetes ja ka që Shkodra. Për të njëjtin problem, një vit më parë banorët kanë depozituar në SPAK një kallëzim në ndryshimet se janë falsifikuar dokumentet me qëllim ndërtimin e resortit. Kallëzimi është dërguar për kompetenca hetimore prokurorisë së Shkodrës, organi i cili sipas banorëve nuk ka ndërmarrë asnjë veprim. Këtë të njëjtë ata depozituan në Prokurorinë Antikorrupsion një tjetër kallëzim me shpresën se këtë herë SPAK do të marrë në dorë hetimin e ndërtimit të resortit në Rjoll. Një nga të akuzuarit e dosjes plumbiar dëshmoi këtë të njëjtë për të tjera krime të ndodhura në Elbasan. Ai tha se Nureddin Dumani i kishte kërkuar eliminimin e Sokol Sanxhaktarit, por që sipas tij vrasja nuk u realizua. I pandehuri Henrik Hoxha i dëshmoi për porosinë e vrasjes së Sokol Sanxhaktarit, dhëndrit të ish kryetarit të ndjerë të Bashkisë së Elbasanit, Qazim Sejdini. Ai thotë se nuk e di kush e kërkonte kokën e Sanxhaktarit. Ndërsa po përgatitesha për vrasjen e vëllezërve Haxhia, diskutuam me Nureddin Dumanin për një punë tjetër. Kishte ditëlindjen atë ditë. Ai fliste në telefon gjithkohën. Nuk e di me kë. Më tha për Sokol Sanxhaktarin. Unë ka marrë një ofertë, tha Nureddini, për Sokol Sanxhaktarin. Më tha se do të bënim takim. Jepeshin 200.000 euro. Më pyeti nëse isha i interesuar. Por mbeti këtu, nuk u bë më shumë muhabet. Nuk më tha kush ishte investitori. Nuk më është përmendur Suel Qela. Më tha se është dhëndri i kryetarit të Bashkisë së Elbasanit. Nuk më tha pse, o prokuror. Nuk u morëm më me Sokolin, se u morëm me atë pse ishim aty. Ditën e arrestimit të Sokolit, nuk e dia kam bizeduar apo jo, se nuk më ka interesuar. I pyetur nga prokuroria Doloreza Musabelliu se më 30 korrik të 2020-s, kur Sokol Sanxhaktari vrau Florian Lamçen, Nureddini i ka shkruar se ju humbën 200.000 euro. Ai aprovoi duke thënë se nga që nuk mbaroi puna, dolën me minus. Sokol Sanxhaktari, dhëndri i kryebashkiakut Qazim Sejdini, është dënuar nga gjykata e apelit të Durrësit me 15 vjet burg për vrasjen e mikut të tij të ngushtë Florian Lamçe. Ndërkaq Adriano Hajdari, bashkëpunëtori në krim, është dënuar me 8 vjet burg. Sanxhaktari, Lamçe e Hajdari po festonin të tre në një lokal ku po konsumonin alkool e lënë narkotike. Gjatë natës gjakrat u ndezën, ndërsa Hajdari e Sanxhaktari e goditën me karrige dhe e rranë në mënyrë makabre Lamçen. Më pas ata e dërguan në spital, por përpjekja ka qenë e kotë, pasi Lamçe kishte ndruar jetë. Policia e kryeqytetit ka arrestuar një 14 vjeçar që kishte realizuar plot 150 vjedhje. Kamerat e sigurisë kanë fiksuar të miturin duke hyrë në biznese të ndryshme, ku ka marrë shumë parash dhe sende më vlerë. Ndërkohë në pranga kanë përfunduar edhe 2 persona që e nxisnin për aktivitetin kriminal. Vetëm 14 vjeç, por një hajdut serial që ishte kthyer në tmerrin e banorëve të Tiranës, kryesisht të njësisë bashkiake numër 8. Komisariati 4 në kryeqytet ka arrestuar të miturin, autori dyshuar i më shumë se 150 vjedhjeve, të paktën të dokumentuara gjatë 2 viteve të fundit. Këto janë pamje që tregojnë 14 vjeçarin, i cili futet në biznese të ndryshme dhe arrin që të marrë shumë parash apo sende të tjera. I mituri fillimisht pikaste bizneset dhe gjatë orëve të vona të natës futej dhe merrte shumë të parave. Jo vetëm kaq, por i mituri ishte autor dhe i vjedhjeve të motorave apo motomjeteve të ndryshme. Në prangat e policisë kanë përfunduar dhe 2 persona të tjerë, Agron Doçi, 48 vjeç, dhe Altin Hyseni, 41 vjeç. Këta të fundit dyshohet se nxisnin të miturin, që të kryen të vjedhje të ndryshme, kryesisht të motomjeteve, dhe me pas i shisnin në tregun e zi. Ndërkohë Komisariati numër 4 në Tiranë po punon për zbardhjen e vjedhjeve të tjera që mund të jenë kryer nga këta persona. Të dhënat tregojnë një rritje të ndjeshme të rasteve me kancer që janë shkaktari i dytë i vdekjeve pas sëmundjeve të zemrës. Përballë shifrave shqetësuese, Ministria e Shëndetësisë premton investime veçanërisht në onkologjik për të përmirësuar trajtimin.
Rreth 7.000 raste të reja me kancer diagnostikohen çdo vit në vendin tonë. Kanceri i gjirit, i mushkrive dhe i lëkurës, sipas të dhënave zyrtare, përbën rreth 40% të gjitha rasteve të diagnostikuara. Sipas të dhënave zyrtare, kanceret përbëjnë shkakun e dytë më të rëndësishëm të vdekjeve në vend, duke kontribuar në rreth 16% të gjitha vdekjeve. Në vendin tonë, çdo vit diagnostikohen rreth 7.000 raste të reja me kancer, ku kancerit e lëkurës, kanceri i gjirit dhe kanceri i mushkërisë përbëjnë rreth 40% të gjitha rasteve të reja të diagnostikuara. Analiza e prirjeve në kohë dëshmon për një ulje të vdekjeve nga kanceri gjatë dekadës së fundit në vendin tonë. Instituti i Shëndetit Publik organizoi forumin Kontrolli i kancereve në Shqipëri me pjesëmarrjen e ekspertëve të shëndetit publik. E pranishme në këtë forum ishte edhe Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, e cila u ndalte përmirësimi i kapaciteteve të trajtimit me radioterapi. Ministrja Sala deklaroi se shumë shpejt Spitali Onkologjik do të pajiset edhe me një aparat të ri të brakiterapisë. Përmirësimin e kapaciteteve të trajtimit me radioterapi, kjo ka qenë një problematik e vazhdueshme e shërbimit onkologjik, fal një bashkëpunimi të shkëlqyer me Agjencinë Atomike, me qendrën në Vjenë, ku isha javën e kaluar. Shumë shpejt do të kemi 3 akselerator linear funksional dhe sigurisht po punojmë të sjellim aparatin e ri modern të brakiterapisë sa më shpejt. Në nivel global, kanceri mbetet një nga sfidat më të mëdha të shëndetit publik, duke qenë shkaku i dytë kryesor i vdekjeve pas sëmundjeve kardiovaskulare. Të nderuar shikues, është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.